Bilal Kasomi, si kryetari i muslimanëve të Tetovës, se nuk është kryetari i shqiptarëve, ai muslimanëve po. Mund të jenë në koalicion, kanë fituar zgjedhjet, nuk është më rëndësi me kanë koalicionin, se koalicioni i muslimanëve të Tetovës nesër mund prishet me Kryçalitë e Mickovskët. Po sot janë në adrenalinën e asoj gjoja që kanë fituar muslimanët. Muslimanët e Tetovës, me fe të turkët, e kanë sheriat haremin, e kanë zemër haremin. Ka të bëjt haremi me shqiptar, jo. Me turq, po. Me turq haremi ka të bëjt, se edhe sot ka vazhdu haremi dhe vazhdojnë haremet. Janë të ati Azizoglu, të sërbit të shqiptarizuar, që kidnapon simbolet dhe emrin e shqiptarve për fejnë e turkët. Kurse Bilal Kasomi, si kryetari i muslimanëve të Tetovës, në mandatin e kalum 4 vjeçar, nuk e ka vëndu një breth me festu vitin e ri. Ai propagon sheriatin islamik. Sheriatin islamik me një shtet ku gjërat janë të definuara qarta zi.